Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Sot po zhvillojmë një podcast për çështjen e më të rëndësishme që po ndodh në ngjarjen botërore, që është lufta në lindjen e mesme, ku lufta në fakt është përhapur në të gjitha vendet, ashtu siç kishte kërcënuar në fakt Irani, që do sulmonte të gjitha ato vende që do mbështesnin platformat e ndryshme nga të cilat nisen sulmet kundër Iranit në çdo vend që ndodhen në lindjen e mesme, qoftë aeroporte, qoftë porte, qoftë detet ku ndodhen anijet luftarake amerikane, si dhe Izraelin. Para se të fillojmë emisionin, dëshiroj t'ju kujtoj të gjithë atyre që ende se kanë bërë subscribe kanalin ton dhe që kanë simpati dhe ndjekin, mos harrojnë t'i bëjnë një subscribe për t'i lajmëruar dhe notification, një like pra atje, që t'ju vi gjithmonë informacioni sa herë që ne edhim në YouTube një emision. Gjithashtu falenderoj sponsorat e emisionit tanë, të emisioneve tona, të cilët dalin vazhdimisht aty me strisha në fund të ekranit, njëkohësisht edhe ujin Lajthiza, të cilin, si që shikoni këtu, kemi disa produkte të prodhuara prej tyre që janë shumë moderne, qoftë nga forma, por dhe nga përmbajtja, janë shumë konkurruese me të gjitha produktet e ngjashme më të mira, me brendet më të mira ndërkombëtare, dhe sigurisht që kur ulemi në për lokale, është mirë të porositim produktet tona, vendase që leku të mbetet këtu dhe që të riinvestohet për të hapur vende të reja, pune nga kompanit private, të cilat kanë marrë përsipër punësimin më të madh në frontin e punësimeve në Shqipëri. Mirë, sot kam të ftuar njohësin e çështjeve të lindjes së mesme dhe të ftuarin tim të zakonshëm, zoti Olsi Yazeci, me të cilin do të flasim. Olsi ndodhet përsëri në Malajzi, apo jo, Olsi? Malajzi. Ndodhet në Malajzi dhe do të diskutojmë mbi situatën e luftës. Dihet që ka ndodhur disa ngjarje të rëndësishme këto kohët e fundit. Është dosja Epstein, ku një gjuhësh së bashku me Mossadin dhe me disa njerëz të Mossadit në Shtetet e Bashkuara janë përpjekur të ngrenë një rjetë merimange ku të kapin të gjithë personazhet kryesor të politikës dhe të kulturës në një rjetë merimange ku t'ju tregojnë gjithë votuesve dhe shoqërive të tyre në Angli, Evropë dhe në përgjithësi në vendet e perëndimit, se ata që i qeverisin janë disa njerëz imoral, pedofilë, që kanë thyer të gjitha normat shoqërore dhe në këtë mënyrë të godasin kulturën e krishterë perëndimore dhe t'ju thonë njerëzve që ka rënë marrëveshja e ungjillit midis Zotit dhe atyre që besojnë në Krisht, dhe populli i zgjedhur janë ata të dhjatës së vjetër, pra janë gjuhëshët, dhe po ngrihet epoka e dhjatës së vjetër dhe jo, pra do sundoj dhjata e vjetër dhe jo dhjata e re, siç është dukur se ka sunduar këto 2000 vjet mbas Krishtit. Njëkohësisht këto ditë është thirrur në seancë parlamentare në Kongresin Amerikan Hillary Clinton dhe Bill Clinton, dy nga njerëzit më të fuqishëm në vitet 90 dhe 2000, të akuzuar nga dosja Epstein për pedofili, dhe njëkohësisht ka pasur edhe dosje komprometuese, video komprometuese për presidentin Trump, i cili mund të jetë në ndrysni, pasi dihet se dosjen Epstein e zotërojnë në total, e zotëron shërbimi sekret i Mossadit, dhe FBI ka marrë ato thërimet që vetë këta i kanë lejuar sa për të filluar dhe për të hapur akuzat, dhe presionet e vërteta i bën Mossadi nëpërmjet
dosjeve që ai ruan, dhe një nga mënyrat se si mund të jetë trysnuar presidenti Trump për ty në luftën kundër Iranit, atë që s'kan guxuar ta bëjnë 8 president që nga Jimmy Carteri edhe deri në ditët e sotme që kanë kërkuar të godisnin Iranin, më në fund duket se për herë të dytë po e realizon presidenti Trump, pasi duhet të thënë që ai e goditi edhe një herë në luftën 21 ditore, bëri disa goditje në këto bazat e pasurimit të uraniumit. Olsi, si duket situata mbas këtyre 2 ditëve, madje është një ditë e rëndësishme, data 28, kur është vrarë edhe kreu politik i shtetit të Iranit, Ali Khamenei, në moshën 86 vjeçare. E kanë konfirmuar këtë edhe presidenti Trump dhe Benjamin Netanyahu, të cilët kanë theksuar që ai është vrarë, por ndërkohë lufta po vazhdon akoma dhe me egër, nuk e dim kush e ka marrë zinxhirin komandues, dhe për këtë do të bisedojmë me Olsi Axhiun, i cili është një ekspert për çështjet e lindjes së mesme. Olsi, çfarë mund të na thuash për panoramën dhe për situatën që po ndodh tash në lindjen e mesme, se ju keni mundësi dhe media më shumë, pastaj do flasim një çik dhe për reagimin e Shqipërisë në lidhje me këtë luftë. A ishte i nevojshëm një prononcim kaq i drejt për drejt i kryeministrit Rama? A ka Shqipëria ndonjë rrezik nga ky prononcim, për shkak se edhe ne mund të apsojmë me raketat me rreze të gjatë veprimi që ka Izraelit, cilat kapin mbi 2000 kilometra gjatësi, ku përfshihet dhe territori i Shqipërisë, dhe a mund të pësoj populli shqiptar, për shkak se këtu janë ata kundërshtarët politik të Iranit, janë këta mujahidinët, dhe njëkohësisht janë këto deklaratat e pandërprera të kryeministrit Rama, sigur do t'i falin ndonjë diçka atij që bën këto deklarata. Si e mendon Olsi situatën në lidhje me këto që përshkrova unë dhe me pyetjet që u bëra? Çfarë po ndodh në lindjen e mesme dhe si është deklaratat e kryeministrit Rama dhe të qeverisë së tij? Tani situata është tmerr. Domethënë me një fjalë përkufizohet tmerr, nga që dje rreth orës 2 PM me Kuala Lumpurin, që binte diku nga ora 9:30 me Teheranin, kur Këshilli i Sigurisë Kombëtare Iraniane ishte mbledhur për takim në atë që njihet si Beitur Rahbar, apo shtëpia e udhëheqësit. Çfarë ndodhi është që Mosadi izraelit, që kishte informacionet e tija, godet dhe vret udhëheqësin suprem të Republikës Islamike të Iranit, Imam Ayatollah Khamenei. Vrasja është një nga zhvillimet më të tmerrshme që i ka ndodhur lindjes mesme, që prej rënies Kush u vra tjetër Olsi atje përveç Ali Khameneit, kush u vra tjetër? Përveç Ali Khameneit u vran edhe kreu i ushtrisë iraniane, u vra Ali Shamkhani, këshilltari i sigurisë kombëtare. Dyshohet që do jetë vrarë edhe presidenti iranian, Masoud Pezeshkian. Domethënë janë vrarë disa nga krerët më kryesor të shtetit iranian. Dhe goditja erdhi si gjithmonë në mënyrë të pabesë, dhe nuk janë amerikanët që e kanë bërë goditjen, janë izraelitët. Ishte Netanyahu, i cili me spionët e tij i treguan pak a shumë që po bëhej kjo mbledhje e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ka dërguar avionët dhe thuhet që kanë hedhur rreth 30 ton bomba mbi banesën e Rahberit. Kjo shtëpia e udhëheqësit është pak a shumë si godasësh shtëpinë e bardhë dhe të vrasësh gjithë qeverinë amerikane. Domethënë këtë ka bërë Izraeli. Dhe presidenti amerikan Trump, i cili nuk po donte
që të niste sulmin kundër Iranit, dhe amerikanët ishin duke kryer bisedime, sikur kanë bërë edhe më herët. Fakti është që Izraeli i dha Iranit atë që i bëri edhe në qershor të vitit 2025, në kohën kur amerikanët bënin bisedime, Netanyahu papritur shkon edhe godet. Dhe më pas kësaj goditje i detyron amerikanët me pahir që të hyjnë në luftë. Për personat që kanë ndjekur fjalimin e Donald Trumpin e kanë çuar nga gjumi, ka qenë ora rreth 1:30 e natës me Floridën me Amerikën, bides për personat që kanë parë Donald Trumpin kur del, ai ishte në një vend terrët, se si duket s'ka patur as studio ku të flasi, dhe jep njoftimin që po edhe neve jemi bashkangjitur Izraelit dhe do bëjmë ndryshim regjimi në Iran. Por për personat që e kuptojnë dhe e analizojnë mënyrën se si flet Trumpi duket i trembur, sepse ja ka bërë peshqersh si gjithmonë Netanyahu, dhe sikur ju e përmendët në fillim të hyrjes së kësaj bisede, zionistët e kanë Trumpin peng. Trumpi kur erdhi në pushtet, ai erdhi me premtime të mëdha që ai nuk do bënte më luftë pafund, do të jepte fund luftrave, do bëhej presidenti i paqes etj. Por puna është që ja ku jemi përsëri dhe po kemi déjà vu të luftrave pafund që Izraeli bën. Në personat më të rëndësishëm që u vran, domethënë dje në mëngjes me orën e Teheranit, është Ayatollah Ali Khamenei, i cili është Ayatollah, është udhëheqës shpirtëror i Republikës Islamike, është pak a shumë njeriu më i rëndësishëm, është si me vra papën. Domethënë, sikur ti thot truni Netanyahu, të shkoj të vrasi papën nesër. U vra edhe shefi i shtabit të ushtrisë iraniane, Abdulrahim Musavi, u vra komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare Muhammed Pakpur, dhe u vra dhe Ali Larijani, sikur e përmenda. Domethënë, kjo që ka bërë Netanyahu dje është sikur fjala bie Irani të gjente momentin kur presidenti Trump të mblidhej me generalët e tij edhe me ministrin e luftës Pete Hegseth edhe me sekretarin e shtetit Marco Rubio të mblidhej në Shtëpinë e Bardhë, dhe Irani shkonte ti vriste të gjithë. Dhe këtë gjë që e ka bërë Izraeli. Goditja që ka ardhur, unë kam patur një podcast me kë kisha me ty, nuk e mbaj mend me kë kisha, ku unë e parashikova që e pata me një mikun tim Petro Prodanin, e pata para 2 ditësh, ku unë parashikova që sulmi do vinte ndoshta të hënën ose të dielën. Pse unë e parashikova sulmin nga që sot është data 1, nesër është data 2, dhe nesër qifutët kanë festën e Purimit. Për personat që e njohin Dhjatën e Vjetër, është një libër që quhet Libri i Esterit, dhe në këtë libër i prostitutës Ester, dhe është historia se si kur judejt ishin në Iranin, në Babiloni, në kohën e perandorit Xerxes i parë, dhe kryeministri i kohës Hamani donte që ti dëbonte këta dhe ti hiqte qafe, sepse këta merreshin me fajde, ishin të pabes, ishin hajdut dhe po e shkatronin ekonominë e perandorisë Akimenide. Dhe çfarë bëjnë çifutët me një pimp që kishte emrin Mordecai, dërgojnë këtë prostitutën Ester, ja çojnë mbretit iranian, që njihet përndryshe në Bibël si Ahashverosh, ja çojnë këtë Esterin e Purim do të thotë short, sepse ai desh të zgjidhte një datë kur do godiste çifutët në Babiloni,
Dhe këtë ka kuptimin shortit, do më dhenë që ju ka rënë juve shortit tash për t'ju goditur. Ky është mesazhi që dërgohet me festën e Purimit në Tiranë. Po duhet të sqarojë diçka nga ana teologjike, se çfarë bëjnë këta, pasi ja çojnë këtë kurvën Ahashveroshit, kjo si duket i bën magji i hedh trute gomarit këtij Xerkesit të parë, dhe ky vret gjithë qeverinë e tij, vret Hamanin, vret gjithë ministrat që i kishin thënë që shive ne duhet bëjmë diçka se këta nëpërmjet fajdes po na shkatrojnë ekonominë. Dhe që futët këtë masakrim që i bëjnë qeverisë iraniane në kohën e perandorisë Akimenide, e cila është pasardhëse e Babilonisë, e festojnë vit për vit dhe i quajnë festën e Purimit. Dhe çfarë bëjnë që futët në festën e Purimit? Bëjnë kurabie në formën e hundës, syve dhe të veshëve, nga që kanë ca rituale kanibalistike dhe i hajnë këto, se thonë neve po hajmë iranianët, po hajmë surratin e tyre. Dhe pse Netanyahu e nisi luftën dje, nga që ai donte që t'i jepte çifutrisë botërore kokën e Khameneit. Domethënë ashtu sikur në historinë biblike ne e dim që çifutët kanë këto rituale kanibalistike ku në Babiloninë e lashtë ata i japin kësaj Esterit kokën e Hamanit, ose për personat që din historinë e dhjatës së re të Biblës, kemi historinë e Gjon Pagzorit, ku ja kpusin kokën Gjonit dhe ja dhurojnë në tepsi sundimtarit qifut të Judes Herod Antipos, dhe edhe Trumpi donte që të bënte Netanyahu donte që të bënte këtë lloj rituali, i duhej koka e Khameneit, dhe për këtë arsye e ka bërë sulmin dje ku ka vrarë njeriu më të rëndësishëm të Islamit dhe rezistencës për Palestinën. Ama vrasja e Khameneit ka hapur atë kutinë e Pandorës, nga që arsyeja pse Irani deri në këto momente është treguar shteti moderuar, ka toleruar zionistët kur i vran president Raisin, kur i vran Qasem Sulejmanin e tjerë, ka qenë gjithmonë Khamenei. Khamenei ishte një xhaje plak, 86 vjeçar, por shumë i respektuar për dijen e tij fetare. Khamenei është në një farë mënyrë edhe fajtori pse Irani nuk ka bombë nukleare, nga që Khamenei ka dhënë fetva që në vitin 2003 ka thënë është haram që të kemi armë shkatrimit të madhe, nga që vriten njerëz pa fajshëm. Dhe me vrasjen e Khameneit janë bërë, domethënë ka nisur një reaksion zinxhiri pa parë në historinë moderne të botës tonë të lindjes mesme. E para është Khamenei përfaqëson 20% të myslimanëve botror, se kjo është pak a shumë numri i shiitëve. E dyta, për shiitët, bindja ndaj imamit është gjë e shenjtë, domethënë kur imami thotë diçka ti duhet ta bësh. Vrasja e imamit është diçka shumë e rëndë, është pak a shumë sikur vrasja e Imam Hyseinit në Kerbela nga Jeziti, të cilës bektashitët e shiitët i kënojnë deri sot e kësaj dite. Është një gjë shumë e rëndë, se nuk është se u vra dikush që është laik, u vra kreu i fetë shiite. Dhe duke u vrar Khamenei është edhe një dhurat, mund të themi, për gardën revolucionare iraniane, nga që shumë strateg iranian kanë vite që e lusin Khamenein, i thonë ore na lejohet që të zhvillojmë bombën atomike, se pa bombë atomike do na zhdukin këta, dhe Khamenei refuzonte, po në momentin që vdes imami, merr fund edhe fetvaja e tij. Pra, nga ky moment e tutje nuk ka më ndalesë ligjore në Iran që të prodhojnë iranianët bombën atomike. Dhe në anën tjetër, për personat që janë duke i ndjek lajmet, unë kam 48 orë që vetëm lajmet shoh, domethënë, edhe iranianët kanë, jo vetëm iranianët, por shiitët në gjithë botën kanë nisur sulme të papara kundër amerikanëve, zionistëve dhe interesave të tyre. Kemi që në Pakistan, ku është sulmuar ambasada amerikane, në Irak, ku irakianët kanë thyer ambasadën dhe kanë hyrë brenda, në Beirut, ku shiitët kanë rrethuar ambasadën amerikane,
Dhe në anën tjetër, garda revolucionare, ushtria iraniane kanë lëshuar sulme të papara ndonjëherë kundër jo vetëm Izraelit, por edhe kundër regjimeve kukulla të amerikanëve. Është sulmuar një nga bazat kryesore amerikane në Arabinë Saudite, është shkatruar pothuajse baza Al Udeid, që është në Katar, që është baza qendra e CENTCOM-it amerikan. Amerikanët janë zgjidhur për bunkere, ata që nuk janë vrarë, domethënë. Irani ka shkatruar një nga radarët kryesor që amerikanët ishin në këtë bazë. Ky radari bën $1 miliard, është shumë i shtrenjtë, po që ishte pak a shumë syri i Amerikës, ata e kanë shkatruar, e kanë djegur. Është shkatruar porti i Manamos i Bahreinit, ku amerikanët kanë flotën e tyre të 5, dhe iranianët po djegin edhe po shkatrojnë oficina, anije, çfarëdo lloj gjë që kanë dhënë amerikanët, ata që nuk kanë ikur, po goditen hotele në Gjirin Persik, në Katar, në Dubai. Dubai është totalisht në flak, dhe janë goditur edhe bazat amerikane. Biles dje u godit edhe aeroporti ndërkombëtar i Dubait, që unë e përdor shpesh. Janë goditur bazat amerikane në Kuvajt, është goditur aeroporti i Kuvajtit, është goditur aeroporti i Bahreinit, dhe lajmi më i fundit është që është goditur edhe aeroporti i Dohës në Katar. Pra, të gjitha këto beduinatet arabe janë duke u djegur, janë duke u sulmuar, dhe iranianët nuk po sulmojnë vetëm bazat ushtarake amerikane, por po sulmojnë hotele ku ushtria amerikane, zyrtarët qëndrojnë. Doha, Manama, Dubai edhe Abu Dhabi janë të gjithë në flak. Përveç kësaj, Irani vazhdon me sulme non-stop kundër Izraelit. Tel Avivi po kthehet në gërmadh, po shkatrohen lagje të tëra, dhe përveç kësaj iranianët po sulmojnë edhe luftanijet amerikane, të cilat amerikanët janë larguar nga Gjiri Persik, nga që kanë frikë, janë larguar për në Oqeanin Indian, por iranianët po i godasin gjithandej. Deri më tani ne nuk dim nëse kanë fundosur ndonjë anije amerikane, edhe pse dje u botua një lajm që kishin goditur Abraham Lincolnin, e gjithatë nga që këto anije janë larg, janë në Oqeanin Indian, ne nuk kemi video apo pamje që t'i verifikojmë. Përveç kësaj, Irani në bashkëpunim me Huthit, domethënë me qeverinë e Yemenit të Veriut dhe me milicit e shite të Irakut, ka nisur sulme kundër objektivave izraelite dhe amerikane, dhe kanë mbyllur detin e Kuq dhe ngushticën e Hormuzit. Dje garda revolucionare iraniane i dha urdhër, dhe u botua lajme, unë e kam botuar edhe në Facebookun tim, dhe është gjithandej, i dha urdhër të gjitha anijeve që mos futen edhe mos dalin më nëpërmjet ngushticës së Hormuzit. Dhe sot një anije, e cila me si duket ata nuk e kanë pat idenë se çfarë po bëhi, Irani e ka goditur dhe e ka zhytur në kanalin e Hormuzit. Kjo çfarë po bën? Kjo po bën po sjell një skenar të paparë ndonjëherë në historinë e lindjes mesme të re. Arsyeja numër 1 është se amerikanët janë gjithë nëpër bunker dhe janë në frikë. 2, Izraeli, qifutët izraelit, Irani domethënë pothuajse çdo 2 orë lëshon val me dron edhe me raketa. Kolonët qifut janë të gjithë nëpër bunker dhe nëpër tunele. Irani po përdor raketa balistike, të cilat nga pamjet që shohim nga Tel Avivi rrafshojnë lagje të tëra. Domethënë po përsëritet ajo që Irani bëri në qershor të 2025-s, dhe ngjelet për t'u parë nëse sulmet do t'jenë vetëm në lindjen e mesme apo Irani do godasi edhe më tej. Në këto 24 apo 48 orët që vijojnë, duhet shohim nëse Irani do godasi edhe bazat amerikane në Evropë, sikur në Aviano të Italisë, po një nga bazat kryesore është një bazë amerikane në Qipro, ja harrova emrin,
dhe Diego Garcia, e cila është në Oqeanin Indian, dhe meqense përmendte edhe Shqipërinë më herët, ka një probabilitet shumë të madh që të goditet edhe Shqipëria apo më shumë baza e mujahidinëve iraniane, e cila është në Manës të Durrësit. Pse Irani do e godasi bazën e mujahidinëve? Do ta godasi nga që janë armiqt kryesor të Republikës Islamike, të cilët kanë ndërtuar një nga rrjetet më të mëdha të spionazhit të Mossadit në Iran. Në momentet kur është vrarë Ayatollah Khamenei, një person që punonte për Mossadin izraelit ka marrë foto nga Khamenei i vdekur dhe këtë foto ja ka nisur drejt për drejt Mossadit izraelit. Dhe iranianët dyshojnë që janë mujahidinët e Manzës, ata që qëndrojnë mbrapa këtyre sulmeve, dhe në një moment të tillë kur iranianët nuk po pyesin më, domethënë kjo është një luftë totale e hapur dhe po i sulmojnë amerikanët si në det, ashtu edhe në tokë, sulmi i regjimit drogaxhit e Edi Ramës është asgjë, dhe duhet t'i kujtojmë opinionit publik shqiptar se nëse këto monarkitë e gjirit persik, sikur Katari, Emiratet Arabe, Arabia Saudite kanë sisteme antiraketore Patriot, nëse Irani do vendosi që të sulmojë Shqipërinë, me çfarë do mbrohet Shqipëria? Me policinë antiterrorit të Edi Ramës apo me ato zjarr fiksat që ai i gjuan protestuesve në Tiranë? Pra, dhe dalim tek pyetja jote që ma dhe më herët për Ramën që po bën deklarata kundër Iranit. Rama ka bërë 2 deklarata. Deklarata e parë ishte dje, kur ai mbështeste sulmin e pabes izraelit kundër Iranit, të që ka bërë në fakt edhe Berisha, sa herë ndodhte ndonjë sulm i Izraelit ose i NATO-s mbi këto vendet muslimane, këta dilnin dhe me njerë prononcoheshin, bënin deklarata të gëzuar që ndodhte kjo lufta. Si mendon ti, Olsi, pse ndodh kjo? Çfarë i shtyn këta që janë kaq të përkushtuar ndaj luftës? I detyrojnë apo e kanë si ndjenjë servilizmi apo se një luftë nuk është e mirë, ne domethënë një udhëheqës mund të bëj deklarata për vetëpërmbajtje që urojmë që të vjet paqja sa më shpejt, të mos ketë luftë midis këtyre popujve, ata që e pësojnë janë popujt, nuk duhet që popujt të vuajnë për shkak të politikave, domethënë këto lloj deklaratash bën. Nuk bën deklarata që mirë ja bën këti, të dalë kjo është jashtë ligjit, garda revolucionare dhe tjetë vetëm në ligj, tjetë vetëm IDF-ja ose NATO-ja ose Shtetet e Bashkuara dhe të sulmohet dhe të vriten gjithë populli iranian. Çfarë janë këto deklarata monstruoze që bëjnë këta dhe që mund të sjellin dhe pasoja, siç e thoni ju, po dhe në pikpamjen humane nuk tingëllojnë mirë dhe ky nuk është roli një politikani që të nxit luftën. Roli i politikanit i një vendi tjetër është të sjellë instrumenta paqe, të thotë diçka që të shërbejë si ujë në zjarr, që ta shuaj zjarrin, jo të bën palë për interesa personale të politikanëve që të qëndrojnë këta të sundojnë e të vjedhin popullin shqiptar, edhe bën me më të fortin që ata të ndihmojnë në pasaj që këta të manipulojnë dhe të shtypin shqiptarët. Tani këta i bëjnë këto lloj deklarata. Ma ngri pak zërin në kufje. I bëjnë këto për disa arsye. Arsye e parë është se për shembull Berisha është pak a shumë në pozitën e Ayatollah Khameneit në këto momente me amerikanët. Ai është non grata. Ai nuk lejohet të hyjë në Amerikë. Ai po të hyjë në Amerikë atë e arrestojnë. Jo, tash kur ka qenë në pushtet, edhe ai bënte deklarata të tilla të ngjashme, sa kishte luftë në ligën e mes. Edhe dje ka bërë Berisha, të njëjtën deklaratë ka bërë. Si Berisha, si ai tritan prapë. Edhe ai Berisha vazhdon, megjithëse ata po e luftojnë, ai përsëri servili tyre. Çfarë janë këta politikanë që nuk e kuptoj. Nuk di të të paktën këta mos flasin. Më ngri zërin e Olsit në vesh, në kufje.
Polsi. Berisha ka pak a shumë Nuk e sindromin dëgjoj, e Kadri. A më dëgjon tani? Regjia, Berisha tash po. Berisha ka pak a shumë sindromin e Kadri Hasbiut, që edhe kur Enver Hoxha e çoi në litar, thoshte partia ime, thoshte do më dënoj. Dhe Berishën amerikanët në 1997 e trajtuan sikur Saddam Husseinin apo Ayatollah Khamenein, e rrëzuan nga pushteti me terroristët socialistë dhe ai është sikur thot populli ynë është një qen I lagur, edhe qeni kur e rref qenin, domethënë qeni vjen edhe të lëpihet, çfarë do lloj gjëje ti bësh. Dhe patëm deklarat dje nga Tritan Prasi, të cilin e rrahën shqiptarët në 97-ën, edhe I ngeli edhe pseudonimi I Prasit. Edhe Berisha ishin Tritan Shehun. Për Tritan Shehun, domethënë, edhe janë që të dy domethënë më agresivët, dhe këta pse I bëjnë këto, I bëjnë që t'i bëjnë qefin amerikanëve. Ndërsa Tritani kërkon të bëhet ministri I jashtëm, si duket, ndëron që edhe duke vdekur të jetë 85 vjet, të vi PD-ja bashkë me Berishën, duke vdekur të dy të kenë mundësi të vjedhin prap shqiptarët. Më ngri pak zërin në regjia. Dhe ndërsa Edi Rama është pak a shumë në pozitën e Saddam Husseinit. Më bjen dhe mikën zërin regjia. Duhet kujtojmë që në vitet 1980 deri në 1988 amerikanë jo vazhdojmë këtë bisedë. Duhet të them që nga 1980 deri në 88 amerikanët e përdorën Saddam Husseinin kundër Iranit. Dhe Saddam Husseini atëherë kujtonte se ishte njeriu më I fuqishëm I lindjes mesme, por harronte që atë po e përdornin amerikanët. Amerikanët e përdornin dhe pasi mbaroi dhe mbasi mbaroi lufta Iran-Irak, ata e hodhën në rrugë Saddam Husseinin, e shpallën terroristë të tjerë. Edhe dua të them që po të shohim me vëmendje, Edi Rama është një Saddam Hussein I dytë. Po të shikojmë deklaratat që I ka bërë dje, ku ai sulmon qeverinë iraniane, e quan barbarike, ku thotë do shpallim Gardën Revolucionare organizat terroriste, ku thotë Shqipëria thotë është përballur me fytyrën barbarike të regjimit të Teheranit, ku na bën agresion kibernetik e tjerë. Të gjitha këto janë pak a shumë domethënë një përsëritje e zhargonit të Saddam Husseinit, kur atë e përdorte perëndimi në luftë kundër Iranit. Dhe Shqipëria I ngjan Irakut të Saddam Husseinit edhe për faktin që ne strehojmë mujahidinët iranian, një grup terrorist marksist dhe kultist të cilët duan rrëzimin e Republikës Islamike. Dje Mariam Rajavi ka dalë në media duke u kënaqur për vrasjen e Khameneit dhe duke brohoritur sulmin terrorist të Izraelit, por dalja e Mariam Rajavit për Shqipërinë është një problem shumë I madh, nga që Shqipëria është vend që strehon të organizat terroriste dhe në një kohë kur Irani është I tërbuar dhe po sulmon poshtë dhe lart, sulmi ndaj bazës mujahidine të Manzës është një cop keku për Iranin, nuk është problem I madh. Tani edhe një gjë tjetër që të përgjigjem ndaj pyetjes tuaj është që qeveritë evropiane, duke filluar që nga Spanja, Norvegjia e të tjerë, të gjithë kanë dënuar Izraelin, sepse Izraeli përpara 2 ditësh bëri një krim ndërkombëtar, krimin e agresionit, regjimi I kriminalit të luftës, I cili kërkohet nga gjykata ndërkombëtare penale, polaku Benjamin Netanyahu, është një regjim genocidial. Por Rama, nga që është I trombur me atë që mund t'i bëjnë amerikanët, që unë uroj sa më shpejt ta fusin burg, ishte së pari do t'i fusin Belindën, ai është I gatshëm të bëjë çfarëdo lloj krimi bir kur vllëku. Ai është I gatshëm ta djegë Shqipërinë. Domethënë, unë dyshoj se ndoshta Rama këto deklarata I bën që edhe të provokojë Iranin, dhe ta detyrojë Iranin ta sulmojë Shqipërinë që ai ti
burret izraelitëve t'i thotë si do më fusni juve në burg kur unë hyra në luftë për ju. Se Rama kështu e përdori atë sulmin kibernetik të vitit 2022. Shkovi në NATO, shkovi në Amerikë, shkovi në Izrael. Ai ndoshta uron të vriten ca dhe të arrit edhe numrin, të thot 28.000 dëshmorë, siç përdorte Enver Hoxha, nga 6.000 të vrarë, 28.000 në çdo kilometër. Mjesme në Rama po të ketë mundësi është i gatshëm të vrasi me qindra shqiptar dhe këtë vrasje t'ia faturoj Iranit, vetëm e vetëm që izraelitët ta mbajnë ata në pushtet. Dhe dua të them që kjo mundësia e vrasjes së shqiptarëve është një gjë reale. Në vitin 2020 apo 2018, nuk e mbaj mend saktësisht, ta mujahidinët iranian që ne strehojmë në Tiranë kishin plan për të hedhur në erë një makinë në qendër të Tiranës, do bënin një car bomb dhe do vrisnin disa nga ushtarët e tyre që t'ia faturonin Iranit këtë vrasje në mënyrë që të detyronin Trumpin që të ishte në luftë. Po ky plan i mujahidinëve në atë kohë u mor vesh, u sinjalizua Edi Rama, u sinjalizua antiterrori, u sinjalizua presidenti Ilir Meta dhe Mossad izraelit dhe mujahidinët nuk e kryen sulmin terrorist që do t'ia faturonin Iranit. Megjithatë, në këto momente, unë besoj Fredi që është detyrë e shoqërisë civile shqiptare, por edhe klasës politike, po të ketë njerëz, po të ketë klasë politike që e do Shqipërinë aty, se ata janë shitur, që t'i tërheqin veshët e Edi Ramës, t'i thonë mbaje gojen, po fole flit mirë, sikur ju përmendët ato që duhet bëj një politikan që të lutet për paqe, të ndjeki shembullin e evropianëve, të ndjeki shembullin e Spanjës, e Norvegjisë dhe vendeve të tjera të cilat e kanë denoncuar Izraelin, ose po të ketë frikë të rriurt, marri kokainë aty në zyrën e vet, edhe të bëj bunga parti me Belinda Pallukun edhe Elisa Spiropalin, po jo të bëj këtë lloj kamikazllëku. Po kush e drejton tash rezistencën iraniane në Iran? Ka dalë dikush që ka marrë frenot e komandës? Kush e ka zinxhirin komandues? Apo Irani ka rrezik ty në kaos për shkak të nuk ka hyrë politikës tyre? Jo, nuk kanë hyrë në kaos, nga që iranianët e prisnin këtë, edhe Imam Khamenei e priste këtë, që kur nisi lufta në qershorin e vitit kaluar me Izraelin, dhe tani Iranin e ka marrë në dorë Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Në Këshillin e Sigurisë Kombëtare është kreu i gjykatave, i gjykatave iraniane, së bashku me kreun e Gardës Revolucionare dhe me kreun e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Sot iranianët priten që do zgjedhin udhëheqësin e ri, por duhet theksojmë diçka që në Iran ka rëndësi shumë Garda Revolucionare, nga që kjo ushtri e specializuar e cila kontrollon ushtri me dron, me tanke, me nëndece e tjerë, që është një nga pjesët më të specializuar të ushtrisë iraniane, është shtylla e sistemit. Dhe çfarë ndodhi është që pas vrasjes së shefit të shtabit të ushtrisë iraniane, general Abdulrahim Mosavi, dhe shefit të Gardës Revolucionare, i cili i quhej Muhammed Pakpur, në kryet Gardës Revolucionare është zhvon Ahmed Vahidi. Ahmed Vahidi është një njeri i jashtëzakonshëm, nëse amerikanët kishin frikë Qasem Sulejmanin, ky është Qasem Sulejmani në 4 orë. Pse e them këtë? Nga që e para, Ahmed Vahidi është nga revolucionarët e parë iranian që bën revolucionin kohën e Khomeinit. Në vitin 1984 ky akuzohet se drejtonte legionin ndërkombëtar të Gardës Revolucionare që vrau çifut në Argjentinë,
dhe Ahmed Wahidi është I kërkuar nga Interpoli, nga që Izraeli, Amerikanët e kanë shpallur terrorist, kanë vënë lek në kokën e tij etj etj. Dhe ky është person shumë I egër. Domethënë, dhe sikur po e përmendja më herët është që në këto momente që ne flasim, Irani nuk është më Irani që ishte përpara 2 ditësh. Se deri përpara 2 ditësh ishte gjithmonë Ayatollah Khamenei që I këshillonte ushtarakët e tij që të përmbanin veten, por nga ky moment e tutje nuk ka më përmbajtje. Dhe tani që Khamenei ka vdekur dhe që fetvaja e tij për mos prodhimin e bombës atomike ka rënë, ne nuk duhet të çuditemi nëse Irani brenda pak javësh apo muajsh të ndërtoj bombën atomike, biles edhe të kryej test nuklear, edhe t'i thot Amerikanëve dhe Izraelitëve e bëm bombën, bujrum, hajde, vazhdojmë lojën. Ose në gjirin në atë gjirin e Amanit kalojnë rreth 20% e naftës botërore. Dihet që Irani është në një aleancë me vendet e BRICS-it. Cili është reagimi, kush ka qenë reagimi zyrtar I Kinës dhe I Rusisë dhe sa janë të angazhuara këto 2 vende në armatosjen dhe rritjen, përpjekjet për të rritur fuqinë ushtarake të Iranit kundër Izraelit dhe Shtetet Bashkuara. Çfarë informacione ke aty ti për edhe mbas luftës 21 ditore, a kanë ndihmuar këto 2 vende në rritjen e potencialit ushtarak të Iranit, ashtu siç ka ndodhur për shembull me Izraelin, I cili pasi dështoi në një farë mënyrë me atë Iron Dome, ka ngritur një sistem tjetër më të sofistikuar ku këta deklarojnë që Izraelitët deklarojnë që mund t'i kap deri 200 milje larg mbi objektivin ku duan të bien raketat e ndryshme. Është një sistem tjetër që këta e kanë vend dhe e quajnë Hobet e Davidit në mos gaboj, dhe a ka pasur sukses ky sistem I ri mbrojtje dhe sa përqind të raketave të Iranit këta kanë shkatruar në ajër dhe nuk kanë lënë që ato të bien në tokë dhe të dëmtojnë objektivat që kanë pasur. Çfarë informacione ke për këtë? E para është që ne nuk e dim sa përqindje e raketave iraniane po arrin që të godasin Izraelin, nga që në Izrael që dje nga ora 6 me Kuala Lumpurin, domethënë rreth 3 orë pasi iranianët kishin nisur kundërpërgjigjen, se iranianët e nisën kundërpërgjigjen brenda 1 ore, pasi u bë goditja izraelite, ata u përgjigjen shumë shpejt, fakt që I ka habitur edhe amerikanët, biles po shikoja një analist amerikan sot në mëngjes që thoshte që generalët amerikan po habiten nga kundërpërgjigja kaq e shpejtë e Iranit, nga që ata mendonin që Irani do t'i marrë kohë, domethënë që të kundërpërgjigjet, ndërsa Irani u kundërpërgjigj brenda 1 ore. Dhe izraelitët kanë vendosur censur totale, domethënë po nxore video të Husinburg, dhe gjithatë kemi arritur të shohim pamje që po botohen në internet, Tel Avivi po shkatrohet. Që do thotë që këto sistemet antiraketore izraelite nuk po punojnë. Biles po shikoja një video mbrëm ku izraelitët godisnin një raket iraniane me 3 antiraketa Patriot dhe që të 3 nuk arrinin që ta godisnin raketën dhe raketa hynte dhe godiste. Roli Kinës dhe Rusisë cili ashtu? E dyta është që Kina me Rusin e kanë ndihmuar Iranin në mënyrë masive dhe unë po shoh, domethënë unë besoj që domethënë përveç furnizimit me radar, me sisteme antiraketore etj, unë mendoj që ndihma më e madhe që Irani po merr në këto momente është nga Kina. Me satelit besoj që ndihmohet nga Kina për të goditur këto anijet, se është e vërteta që është goditur një nga 3 anijet aeroplanmbajtëse që kanë pasur Shtetet e Bashkuara në rajon. Dhe ato nuk mund të goditen pa informacion nga të paktën nga satelitët, dhe dihet që Kina ka satelit. Dhe Irani, domethënë, ndërsa në luftën e qershorit iranianët përdorin sistemin GPS, në këto momente iranianët përdorin sistemin Baidu, që është pak a shumë GPS I kinez,
ku kinezët po japin iranianëve të gjitha koordinatat. Dhe ndihma kineze është për personat që kanë ndjekur lajmet rreth Iranit përpara një jave, satelitët spiun kinez non-stop i kanë dhënë informacione iranianëve se ku po vendosen avionët izraelit, si po lëvizin, çfarë po bëhet. Dhe po të shohim kundër përgjigjen iraniane në këto momente, kuptohet që Irani nuk është më Irani qershorit 2025, është shumë herë më i avancuar, dhe fakti më interesant është që iranianët dinin me saktësi se ku ndodhej në Katar ky super radari amerikan prej $1 miliard, dinin vendodhin e tij dhe goditën ato. Domethënë kjo është një këto dinë se shërbimi sekret i Iranit është relativisht i fortë dhe në rajon aty ka informacione shumë të mëdha, diskutohet. Ama Irani nuk e bëri këtë gjë në qershor. Dhe goditjet që po bëhen në këto momente të tregojnë që iranianët din me përpikmëri çdo gjë. Domethënë imagjinon iranianët po bombardojnë në Manama të Bahreinit dhe në Doha të Katarit dhe në Dubai dhe në Abu Dhabi, po bombardojnë hotele, pallate, vendet ku strehohen ushtarakët. Olsi, ti besoj që e ke dëgjuar një deklarat profetike të Albert Pikes, i cili kreu i masonerisë amerikane, ai që thuhet që nga një kasole bërin gradacel atë masonerinë amerikane, ka qenë një nga generalët e luftës, por çuditërisht ka qenë me jugun, i cili komandoi nga Rothschildët në luftën civile, dhe në kohën e Abraham Lincolnit, president Abraham Lincoln 1852-1856, dhe ka qenë një nga njerëzit, një nga generalët që ka komanduar dhe e kanë dashur indianët e Amerikës, të cilët luftonin kundër presidentit Abraham Lincoln, kundër veriut, i cili nuk donte të lejonte ndarjen e Shtetet e Bashkuara në 2 pjesë, sepse këta mendonin ta bënin me 4 shtete të mëdha dinastia Rothschild, Amerikën e Veriut, ku ishte Kanadaja, Amerikë e Veriut, Amerikë e Jugut dhe Meksika, dhe këta të bënin pasaj aleanca të ndryshme, duke qenë 4 entitetet fuqishme, mund të manipulonin dhe t'i fusnin në luftë, që sikur mjafton 1 ose 2 të manipulonin, i bënin aleat për të luftuar 2 të tjerat, dhe ata të fitonin para nga industria e luftës. Dhe Albert Pikea ka qenë i përfshirë dhe çuditërisht është një nga figurat e luftës civile, nga drejtuesit e luftës civile, general Albert Pike, i cili ka pasur, megjithëse ishte me palë numse, ka pasur monumentet e veta në shumë vende të Shtetet e Bashkuara, sidomos në Washington dhe në New York, dhe madje tash në këto protestat që u bën kundër Trumpit më 2019, busti i tij është hedhur, është rrëzuar poshtë, sepse konsiderohet dhe si themelues i Ku Klux Klanit, pra mbrojtjes së racës së të bardhëve, dhe ai ka bërë një deklarat në një letër që i ka shkruar drejtuesit të masonerisë në Evropë, Giuseppe Mazinit, njeriu të Rothschildëve dhe një nga aksionerëve kryesor me këto aktet diversioniste të ndryshme kundër regjime perandorake që ka qenë Evropa në atë kohë, kundër Metternichut, kundër Romanovëve, kundër në Francë ka pasur aktivitet të mëdha, aktivitete të shumta. Dhe ky shkruante, ne do të bëjmë 3 luftra botërore, do bëjmë luftën e parë ku do zhdukim dinastitë evropiane dhe do vendosim republikat të cilat mund t'i komandojmë shumë kollaj nëpërmjet 2 krave të politikës, duke kapur partitë kryesore, liderët e partive kryesore politike, duke kapur median dhe shtypin, do të krijojmë 2 rryma politike qendrore në Evropë, do përmbysim, pasi të përmbysim carizmin, do krijojmë komunizmin, dhe pasi të përmbysim regjimin perandorak gjerman të Hohenzollerëve ose Hohenstaufëve, do vendosim nazizmin. Pastaj do bëjmë një luftë të dytë botërore ku do fusim nazizmin me komunizmin dhe do krijojmë sionizmin,
i cili do bëhet gjithnjë më shumë dominant në saj të përkrahjes së evangelistëve të cilët konsiderohen si gjuish të cilët u ndan në dy degë kur erdhën dhe kryuan atë që quhet fisnikëria e zezë në vitet 1000 me fisnikërinë e Venecias dhe të Gjenovës, dhe ku një pjesë u kthyen të krishterë dhe u bashkuan me dinastitë evropiane të asaj kohe dhe u bën të krishterë evangelistë dhe të tjerët që qëndruan për të dhënë pare me fajde duke flas për elitat e qifutëve. Dhe ky thotë nëpërmjet ndihmës së evangelistëve që do t'i japin sionizmit, ato që po ndodhin pak a shumë, do të fusim në luftën e tretë botërore, sionizmin me islamin, ku do t'i shkatrojmë që të dyja. Tashi, në qoftë se ti e shikon këtë si një mundësi, a do të bëj dhe një pyetje dytë, a ka lidhje ky ndërtim i kullave të shumta që janë bosh këtu në Shqipëri pafund me ndonjë mundësi që në qoftë se ndodh kjo që ka thënë Pikea, pra që të shkatrohet shteti sionist i programuar për vetë këtyre, të vinë një pjesë e madhe e klasës së mesme dhe të pasur të gjujshve të Izraelit të vinë këtu në Shqipëri, sepse është një mister i madh. Gjithë këto kulla, Shqipëria është lejuar të hyjë në rrjetet e mëdha ndërkombëtare të drogës, i është dhënë lejë dhe licencë, me NIP kanë punuar dhe këto para i kanë investuar në për kulla për t'i pastruar dhe për t'i regjistruar në hipotekë dhe për t'i ushitur gjuishve të cilët mund të kenë si target ardhjen dhe në Shqipëri në rast të një goditje të madhe që mund t'i ndodhi Izraelit nga shiu i raketave. Ka ca misteret mëdha, Olsi, si e shikon këtë lloj paraqitje që të bëra unë për këto dy çështje? Jam dakord me ty, domethënë, kjo përplasja e islamit me krishterimin që ky Pikea ka dhënë, Robert Pajku, është diçka që ne e pam me sytë tonë që u bë, me rënien e Bashkimit Sovjetik, u vërë zionizmi ndërkombëtar manipuloi perëndimin e vërsulli kundër islamit, dhe pastaj kur myslimanët u detyruan që dinin vendet e tyre, ishin prapë ta zionistët edhe sorosistët që i bënin presion qeverive perëndimore që t'i pranonin këta arabët edhe myslimanët, dhe ndodhi pak a shumë një farë kolonizimi i veriut të krishterë nga myslimanët. Dhe e dyta është që pyetja juaj pse po bëhen kullat në Shqipëri, unë besoj që kjo nuk është më një teori konspirative. Personat që pan Ramën kur ai vizitoi Knesetin izraelit në janar, nëse s'jam gabim, të vitit 2026, ku i dridheshin këmbët përpara Netanyahut. Netanyahu i bëri thirrje publike çifutrisë ndërkombëtare, i tha shkoni dhe vendosuni në Shqipëri. I dridheshin Olsi këmbët apo aktron të bënte sikur i dridheshin? Si mendon ti? Jo, unë besoj se i dridheshin, nga që ata i din çdo krim dhe kopillok e Ramës, dhe unë besoj që duhet të kenë një dosje. Ky ka 14-15 vjet që s'ka takuar gjithë të Bashkimit Evropiane, ka mbajtur fjalime në vende të rëndësishme nga do me lider evropian, ka bërë gallat duke qeshur. Pse këtu në Kneset ai dridheshe? Çfarë kishte ishin ja 80 anëvjet atje parlamentar. Domethënë zionistët Ramës duhet t'i kenë diçka që i kanë në dorë jetën, se ti po shohësh edhe reagimet që ai bën në mbështetje të tyre. Unë atë po lexoja deklaratat e tij të sotmen edhe të djeshmen, edhe domethënë po prisja menjen se thotë jo regjimi komeiniste, jo komeinizmi, edhe po prisja menjen, po thoja, ore ky është një cop idiot, po thoja unë. Ku merr vesh ky se çfarë është komeinizmi? Se ky nuk është për shembull njëri që ka studiuar mbi islamin politik, dhe e di se çfarë është fjala bie kutubizmi, komeinizmi, salafizmi. Ky është një ignorant apo. Dhe puna është ky është kështu ka të BBC-së të këtyre CNN-it, është pak a shumë se ai Bledimania që ka mund atje në rreth i katror, çfarë dëgjojnë ndonjë lajm kështu idiot kështu edhe pa u thelluar, pa marrë vesh se cilat e krymat dhe forcat fillojnë ju flet goja para metës.
po përdor terma të mëdhenj, domethënë edhe nuk i kupton edhe gomarrvishjet që bën, ë? E para, e dyta është që ata zionistët duhet ta kenë aq peng atë, saqë ky e ka kthyer Shqipërinë në një qendër jo vetëm që po ja hapi zionistëve. Ajo që, domethënë dëgjoj, ne urrejmë Netanyahun, por në të njëjtën kohë duhet që ta respektojmë Netanyahun për një fakt se Netanyahu gjërat që i thot i ka për një me. Nuk është njëri që tallet, nuk është njëri që flet në ajër. Dhe ajo që Netanyahu bëri në Knesetin izraelit, ku i bëri thirrje çifutrisë botërore, tha shkoni vendosuni në Shqipëri, dhe thirrja që ky bëri në OKB në 2024, në nëntor, kur i dhanë një çmim për luftën kundër antisemitizmit lobi çifut, e tha i bëj thirrje, tha izraelitëve të vendosen në Shqipëri, ky domethënë ja ka shitur Shqipërinë zionistëve. Ky po bën atë që britanikët bën, që i shitën Palestinën zionistëve. Po britanikët nuk i shitën Londrën, i shitën tokën e ca arabëve andej që rrinin shkretir. Kurse ky po shet adheun tim edhe tëndin. Por Fredi, përpara se të vazhdojmë bisedën, dua që të them vetëm një lajm që është me shumë rëndësi, që vërteton atë që thash më herët. Limitet e kohës do të bëj dhe një pyetje Ulsi. Po mbaroj një shpejt. Domethënë lajmi më i fundit, përveç goditjeve masive që Irani po i bën Dubait, duke djegur shopping center, lajmi më i fundit është që sekretari britanik i mbrojtjes John Halley ka njoftuar që Irani ka goditur me 2 raketa bazën britanike të Kipros, kjo quhet baza e Akrotiri dhe Kelia, baza dhe ky është territor britanik. Dhe dua të them, ky është një zhvillim shumë i rëndësishëm për disa arsye. E para, Irani po godet një territor të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, po godet që është Kipro, po godet territor britanik, po godet bazë ushtarake britanike, dhe goditja e bazës Kipros ka shumë rëndësi nga që avionët amerikanë dhe raketat Tomahawk një pjesë e madhe e tyre goditen nga Kipro. E çfarë duhet të them me këtë gjë, se nëse iranianët në këto momente kanë thyer të gjitha tabut dhe po sulmojnë një territor të NATO-s, sepse me shumë njerëz që unë bisedoj them, ore, do godasin Manzën, e më thonë, ore, nuk është e mundur, se po goditi Manzën Irani, do thotë që po hyn në luftë me NATO-n, tani u thyet tabuja. Përpara 25 minutave është botuar lajmi. Pra Irani po godet territor të NATO-s, dhe unë vë bast me shikuesit tanë që ne do kemi goditje edhe kundër Shqipërisë. Dëgjoj, Olsi, urojmë që kjo të mos ndodhë dhe Shqipëria të mos jetë target i tyre dhe të mos ketë asnjë problem. Unë dua të pyes dhe diçka tjetër. Benjamin Netanyahu në deklarat që bëri për të joshur evropianët, tha në qoftë se largohet regjimi i Khomeneit, nafta e Iranit do të rjedhë si lumë drejt Evropës dhe jo drejt Kinës dhe vendeve të tjera anti-perëndimore. Mos ka ndërmend ta që të sjellin në krye dike që ta shesën naftën me çmime të ulura në Evropë, që Evropa të ketë mundësi të hapë një luftë me Rusinë pasaj, duke pasur naftë me çmim të lirë dhe të mjaftueshme për burimet luftarake që kërkojnë energjinë e naftës dhe të gazit. Kjo e lidhur me interesat evropiane, si thot Netanyahu, si e shikon ti? Dhe dyta, pyetja e dytë dhe fundit, si mendon ti Olsi në rast se gjunjëzohet Irani, mund të rikthehet Shahu, sa e mundur është, djali Shah Pahlevit të parë, mund të rikthehet ai që e kemi parë në shumë situata servilizmin ndaj sionizmit, duke vajtur atje ke muri lotëve, duke vënë atë kapuçin, duke adhuruar ato simbolet e judaizmit, pra që premton që nuk do të ketë me konflikt dhe do të futet dhe Irani në ato marrëveshjen abramike, ku shumë vende muslimane janë angazhuar, si Maroku, Sudani, nuk e mend sa vende të tjera. Më le të përgjigjem se do t'i harroj. Mi le të përgjigjem. Shkurt Olsi, të lutem.
E para është kjo që ju thatë për marrjen e naftës së Iranit dhe mosdhënies ndaj Kinës, nëse lexojmë dokumentin e sigurisë kombëtare që Departamenti i Shtetit Amerikan botoi, më duket në nëntor të vitit kaluar, amerikanët shpallën atë që njihet si Donroe Doctrine, ku Trumpi deklaroi që ne do të jemi ata që do të kontrollojmë hemisferën perëndimore. Dhe gjëja e parë që bëri Trumpi pasi u votua kjo Donroe Doctrine, hyri në Venezuela rrëmbeu Maduron, dhe pasi rrëmbeu Maduron tha nafta venezueliane nuk do t'i shitet më Kinës. Për personat që kanë ndjekur lajmet mbi negociatat iraniano-amerikane përpara se të niste sulmi në Gjenevë dhe në Oman, një nga kërkesat që Witkoff i bëri, domethënë Donald Trump i bëri iranianëve që mos i godiste, ishte që naftën tuaj do ta shesim ne dhe do marrim 5% të fitimit naftës që iranianët thanë ik pjerdhur. Dhe Trumpi kërkon të kontrollojë naftën iraniane, ku nafta iraniane do t'i shitet perëndimit dhe nuk do t'i shitet Kinës. Se nuk është arsyeja që Irani vravi rreth 10.000 veta në këto protesta, se ata thonë janë vrarë iranianët nga regjim genocidal, dhe kjo është arsyeja që ne po sulmojmë edhe Izraeli këtë që shpëtojnë popullin e Iranit. Po. Po të donin shpëtonin popullit Iranit, Izraeli edhe amerikanët vetëm dje kanë vrarë plagosur rreth 1.000 veta. Ku duan ata ta dinë për popull? Por e para, e dyta, Irani nuk ka vrarë 10.000 veta, se këto janë fake news që i hapin këto organizata zioniste. Iranianët nxorën ato statistika dhe në luftimet që ndodhen në janar u vranë rreth 3.000 ca veta, ku shumica një pjesë e madhe ishin oficer edhe polic edhe ushtarak edhe zyrtar shtetëror, rreth 700 ishin terroristë që iranianët i vranë. Tani pra, domethënë kjo është diçka që Trumpi e thot hapur, që ti përmendë që ne një arsye që ata duan të hyjnë në Iran është që ti marrin naftën e Iranit dhe mos ta lejojnë këtë naftë që ti shitet Kinës, se do ta kuptojmë domethënë, ose për personat që kanë lexuar librin e Samuel Huntingtonit The Clash of Civilizations, Huntingtoni e thotë që në 1993 që ne duhet të rrëzojmë këto regjimet islamike që mos lejojmë Kinën dhe Rusinë që t'i përdorin ato. Dhe e dyta, për instalimin e këtij Reza Pahlavit, unë nuk besoj që Reza Pahlavi do të arrit të instalohet, nga që në momentin e parë nëse bie Republika Islamike e Iranit, ne do të kemi luftë civile. Për persona që ndjekin fjalimet e Mariam Rajavit dhe mbështetësve të saj, ata që tani janë në luftë civile me njëri tjetrin. Përpara disa ditësh, kur u bë një protestë e madhe kundër Iranit në Munich, u detyrua policia gjermane që të ndërhynte dhe të ndante nga njëri tjetri, nga që këta po vrisnin njëri tjetrin në rrugët e Gjermanisë. Dhe Mariam Rajavi, për ata që ndjekin aktivitetin e mujahidinëve në Shqipëri, ata domethënë më shumë urrejnë Reza Pahlavin se sa Khamenein, dhe nga që ata janë nga personat që bën revolucionin kundër shahut, dhe Irani nuk do ketë paqe. Nëse bie Republika Islamike, Irani do ballkanizohet. Për personat që kanë lexuar bie planin me 10 pikësh të Mariam Rajavit. Mariam Rajavi, përveç se do të shkatërrojë Islamin, do bëj pak a shumë atë që bëri Enver Hoxha në 1967, ku do shkatërrohen xhamit, do vriten hoxhallarët e tjerë. Një pjesë e projektit të Mariam Rajavit është ballkanizimi apo ndarja e Iranit. Irani do ndahet ndoshta në 10 emirate apo republika. Do krijohet një shtet i vogël persian, do krijohet një shtet për kurdët, për baluçët, për azerët, për turkmenët e tjerë, dhe nuk do ketë më Iran. Që Bashkimi Evropian nuk ju ngjit kësaj lufte të sionistëve dhe Shtetet e Bashkuara kundër Iranit. Kush është arsyeja, si e shikon? Arsyet janë disa. E para, Bashkimi Evropian në këto momente po kërcënohet drejt për drejt nga zionistët dhe nga Trumpi. Trumpi kërcënon të marrë Groenlandën. E dyta, haracet për luftrat që amerikanët kanë bërë në këto 30 vite nuk i ka paguar as Amerika, as Izraeli, i paguan Evropa. Evropa ka me miliona arab dhe refugjat që kanë ardhur që nga Afganistani e deri nga Mali dhe Libia, që mbahen me lekët e taksapaguesve evropian.
Dhe evropianët janë shumë të shqetësuar sepse ata e dinë që nëse bie Republika Islamike e Iranit dhe pasuritë e Iranit do të vidhen nga zionistët, nafta e tjerë, ne do kemi vërshimin e minimumi 10 milion iranianëve drejt BE-s dhe në veçanti drejt Gjermanisë. Evropa është në krizë të papar financiare, nuk ka më mundësi që të përballojë këta. Dhe si Turqia, si Evropa janë të tmerruar me ato që po bën Izraeli, ata nuk i blejnë më, jo vetëm ata, po edhe amerikanët, të gjithë e kanë kuptuar që kjo është lojë zioniste për shkatruar Islamin, dhe rënja e Iranit do të cilë një krizë të paparë globale dhe do të cilë ndoshta shkatrimin e Bashkimit Evropian, nga që do bëhet një krizë e paparë. Imagjinon do se çfarë do ndodhi që të vërshojnë 10 milion refugjat iranian drejt Evropës? Në qoftë se bie Irani, se këto janë pyetje hipotetike. Who is the next? Si e mendon ti, kush e ka radhën? Qeveria e Benjamin Netanyahut ndërtoi atë komisionin Nagel në dhjetor të 2024-s, pasi CIA rrëzoi Asadin, dhe komisioni Nagel deklaroi që lufta jon tjetër është me Turqinë. Përpara 2 javësh Benjamin Netanyahu në një leksion që mbajti në Izrael thoshte që ne kemi 2 luftra përpara. E para është me boshtin shiit, i cili është i plagosur, dhe për Netanyahun ai beson se vrasja e Khameneit është frika finale në zemër, dhe pas kësaj tha do përballemi me boshtin sunit të vllazërisë myslimane, që nuk kuptohet Turqia. Izraeli do t'i vërsulet me gjithë amerikanë, do t'i vërsulen Turqisë, do ta ndajnë Turqinë, do vërtetohet ajo që ti ke thënë prej shumë vitesh, që do ndahet ajo Turqia anadollake e Turqia e bardhë, dhe nuk do ta lejojnë më Turqinë që të ekzistojë si një nga forcat kryesore. Kurdistani, ky është plani i tyre i madh, të krijohet Kurdistan. Do bëjnë Kurdistan, do vijë traktati i Sevrësit, që do krijojnë një Turqi aty në Anadol, nga Ankaraja deri në detin e Zvi, ndërsa këto territoret nga Stambolli e këtej ose do bëhen shtet ose do t'i jepen Greqisë. Dojnë në be. Greqisë do t'i marrin toka. Greqisë do t'i marrin gjithë Trakinë. Edhe Greqia do taj thik, dhe kjo pjesa e Turqisë së bardhë do t'y në Bashkimin Evropian dhe do ketë si para euron, ndërsa ajo do ketë lirën, por do ketë një politikë të jashtme dhe një politikë mbrojtje, pra do jenë federat. Kështu e mendoj unë. Olsi, të mendoj ta mbyllim këtu, se edhe nga regjia po më bëshajnë që jemi në limitet e kohës, të falenderoj për bisedën, dhe ngele me shpresë që kemi dhënë disa mendime dhe informacione të vlefshme për publikun për ngjarjen më të rëndësishme që është duke ndodhur, dhe njerë duke u kujtuar të nderuar shikues t'i bëni subscribe kanalit ton. Nga unë Alfred Sako, miru pafshim dhe natën e mirë.